Pas një lufte ku shteti serb organizoi spastrim etnik, duke vrarë mbi 11.000 civil shqiptar, duke dëbuar nga shtëpitë e tyre rreth 1 milion të tjerë dhe duke djegur qindra mijëra prona private publike, çuditërisht drejtësia ka nxjerrë më shumë dënime ndaj palës që u kryengrit kundër këtij aparati gjenocidal ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Betohem! Statistikat e organizatës Fondi për të Drejtën Humanitare tregojnë se që nga pas lufta, nga gjykatat e UNMIK-ut, EULEX-it, gjykatat vendore, gjykatat në Serbi dhe Tribunali për Ish-Jugosllavin dhe tash gjykata speciale, janë dënuar 42 pjesëtarë të UÇK-s. Për të gjitha ato krime makabre që kreu Serbia kriminale Miloševićit, u dënuan vetëm 34 pjesëtarë të forcave serbe. Këto statistika tregojnë qartë se për 25 vjet ndaj UÇK-s ka pasur një përndjekje të pashembull. Përkundër faktit se bashkëpunoi dhe nuk i shmang kurrë drejtësisë, për UÇK-n si rrallë në botë, u ngrit edhe një institucion special vetëm për ta shënjestruar atë, gjykata speciale. Për Serbinë, e cila njihet botërisht se ka refuzuar të bashkëpunojë me drejtësinë, ka fshehur krimet dhe provat dhe ku shumë prej të kërkuarve janë ende në arrati, nuk pati kurrë një diskutim për një gjykatë speciale siç ndodhi me Kosovën. Nga sistemi i drejtësisë në Kosovë, i administruar nga UNMIK-u, EULEX-i dhe institucionet vendore, janë dënuar 35 pjesëtarë të UÇK-s. Nga Tribunali për Ish-Jugoslavin u dënuan 2 pjesëtarë të saj, nga gjykata serbe u dënuan 3 dhe nga gjykata speciale 2, Sali Mustafa dhe Pjetër Shala. Nga Tribunali për Ish-Jugoslavin u dënuan 6 zyrtarë serbë, ndërkaq nga gjykatat e Kosovës të administruar nga UNMIK-u, EULEX-i dhe autoritetet vendore u dënuan 12 pjesëtarë të forcave serbe. Në gjykatat në Serbi u dënuan 15 pjesëtarë të forcave serbe dhe një dënim për një pjesëtar të tyre u dha edhe në Maltezi. Këto statistika nuk janë thjesht numra të ndikuar nga rrethana rastësore apo teknike. Janë një mesazh i qartë se kemi të bëjmë me drejtësi selektive. Nuk ka sitmësi të tillë kur para nesh një prokurori speciale po kërkon të dënojë me 180 burg nga 45 për secilin 4 figura të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ish-krerë institucionesh, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin. Dhe krejt kjo në një proces të kontestuar fort, me transparencë minimale, shkelje serioze të drejtave të njerëzit, me gjykim me paraburgim të gjatë, me prova të dyshimta e keq interpretime të qëllimshme. Çfarë drejtësie është kjo?